Një nëndetse me energji bërtamore e marinës mbretërore britanike është raportuar gjatë orëve të fundit se ka mbërritur në detin arabik, duke rritur mëtej tensionet në rajon. Sipas një raporti të Daily Mail që citon bulime ushtarake, nëndetësia u nis nga Perth me 6 mars dhe besohet se është pozicionuar në ujërat e thella të detit arabik verior. HMS Anson është e armatosur me raketa lundruese Tomahawk Block 4, me një rezerveprimi prej rreth 1600 kilometrash që mund të përdoren për sulme në rast për shkallëzimit të konfliktit. Dislokimi i saj mund t'u jap forcave britanike aftësinë për të ndërhyrë menjëherë nëse tensionet me Iranin intensifikohen, megjithse Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar nuk ka konfirmuar vendodhjen e saktë të nëndetëses. Lajmi vjen në një kohë kur kryeministri britanik, Keir Starmer, ka lejuar SBA të përdor bazat britanike për sulme ndaj objekteve iraniane që kërcënojnë ngushticën e Hormuzit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se terrorizmi i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu vazhdon të përbëjë një kërcënim për paqen rajonale dhe globale. Sulmet e përqendruara të Iranit të nisura më 28 shkurt si rezultati i provokimeve të Netanyahut kanë thelluar më tej paqëndrueshmëri në rajonin ton, tha Erdogan në një fjalim. Izraeli mbylli Xhamin al-Aqsa duke përdorur luftën e Iranit si pretekst. Ai gjithashtu përshpejtoi aktivitetet e tij të paligjshme të vendbanimeve dhe politikat ekspansioniste në bregun perëndimor dhe territore të tjera të pushtuara palestineze, shtoi ai. Duke thënë se 1000 njerëz janë vrarë në Liban nga Izraeli që nga 2 marsi, Erdogan vuri në dukje se numri i personave të zhvendosur me forcë ka kaluar 1 milion. Ai theksoi se Turqia po mobilizon të gjitha mjetet e saj për të rivendosur paqen dhe stabilitetin dhe për të ringjallur dialogun dhe diplomacinë. Erdogan shprehu gjithashtu solidaritetin e tij me njerëzit në vendet që kaluan festën e Bajramit në pikëllim dhe dhimbje, veçanërisht me njerëzit e Gazës. Unë besoj se do ta kapërcejmë shumë shpejt këtë periudhë të vështirë në rajonin ton, duke mbështetur njëri tjetrin, me shpresë, durim dhe qëndrueshmëri, tha Erdogan. Bota islame po përpiqet përsëri të kapërcejë një rrugë të mbushur me pengesa, gracka, skema dhe kurthe, theksoi ai.